Më shumë se 150 milion euro pasuri që dyshohet se kanë burim krimin e korrupsionin dhe janë sekuestruar e konfiskuar deri tani, po ofrohen për të interesuarit për marrje me qira. Në faqen zyrtare të Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, çdo ditë publikohen njoftime për kontraktimin e qiradhënies. Por burime brenda agjencisë thonë se mbetet i ulët numri i pronave që kontraktohen nga qytetarët për të u shfrytzuar. Në publikimet e fundit që vetë agjencia ka bërë, bie në sy fakti se shumica objekteve janë apartamente, dyqane, vila, hotele, por edhe një nga baret më të mëdha në Durrës, ai që i përkiste ish ministrit të mjedisit Lefter Koka. Kjo pronë ofrohet për qiradhënie me një vlerë prej 250.000 lekë të rinj, ndërsa apartamentet nuk kanë çmim më të lartë se 24.000 lekë qiraja në muaj. Në fund të muajit mars, konkretisht më datën 26, kjo agjenci publikoi katalogun e mbi 300 pronave të sekuestruara me vendim gjykatash, mes të cilave janë pronat që janë sekuestruar elementeve të botës së krimit apo edhe atyre që vinë nga politika. Publikimi i fotove të këtyre objekteve është bërë për herë të parë nga agjencia, ku synohet rritja e transparencës dhe efektiviteti i administrimit të këtyre pasurive. Për herë të parë, të gjitha pasuritë që ndodhen nën administrimin e kësaj agjencie po regjistrohen. Në fillim të muajit shkurt u hodhën për diskutim disa propozime lidhur me administrimin e tyre nga bashkitë në mënyrë që të vijë në dispozicion sidomos grupeve vulnerabël. Por Ministria e Brendshme deklaroi se menaxhimi i tyre pritet të ketë një tjetër format, pasi synohet riformatimi i Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara.